Reportazhi për shtëpitë e bukura të Kosovës ma pikturo ëndrrën edhe kësaj radhe sjell një shtëpi nga Gjilani. Kjo shtëpi, e cila është në pronësi të Osman Maliqit, posedon rreth 550 metra katror dhe është e vendosur në një obor prej 20 ari. Shtëpia, e cila është e përbërë nga 6 taraca, është ngjyrosur me ngjyrat bardhë dhe zi. Pronari i shtëpisë ka vendosur qëllimisht që këtë pjesë ta mbulojë me dritare strukturale, të cilat nga jashtë i shtojnë madhështinë kësaj shtëpie, ndërsa nga brenda të mundsojnë një pamje të jashtëzakonshme në kopshtin e saj. Në oborin e shtëpisë është edhe një verandë, të cilën familjarët zakonisht e shfrytëzojnë mjaft shumë për të drekuar apo edhe për pritjen e miqve. Në mes të oborit kanë vendosur edhe një pishin të vogël të improvizuar për fëmijët e familjes. Kopshti i kësaj shtëpie, i cili është mjaft i bukur, ka një sistem të ujitjes automatik. Ndërsa në kuadër të këtij obori mjaft të madh, pronari, edhe pse jeton në Zvicër, ka kultivuar edhe pemë të ndryshme. Ndërsa tani radhën e ka interieri i kësaj shtëpie. Familja Maliqi na priti në ambientin ku zakonisht i presin misht në dhomën e ditës.
Dhoma e ditës në këtë shtëpi ka rreth 80 metra katror, në kuadër të së cilës janë edhe kuzhina dhe trapezaria. Sikurse jashtë, edhe brenda pronari ka vendosur që ambienti të mbizotrohet nga ngjyra të bardhë dhe zi. Kjo është dhoma ditës, jena mundu me bo sa ma të madhe, me pas ambient qetë, me pas hapësirë, dritë, për që ata dhe kena dritarët e mdhaja, edhe për me pas e kena një pamje shumë të mirë jashtë, me pa edhe për jashta. Na vendosë në ngjyrat bardhë dhe zi, se na kam pëlqy më shumë se ngjyra e bardhë, është ngjyra e paqes, edhe kena dash që tjetë një salon i madh, i familjar, ideator ka qenë Vjerë. Ka pëlqy ngjyrat bardhë dhe zi, edhe aje ka bo gjithë këtë shtëpi, gjithë këtë dizajn, edhe ne na kanë të kënaqur, na ka pëlqy edhe neve. Mobiljet e vendosura në dhomën e ditës janë prodhim italian. Ndërsa ajo që e tham edhe më herët, madhështinë e kësaj dhome e shtojnë edhe këto dritare strukturale, të cilat të mundsojnë një pamje shumë të bukur në kopshtin e shtëpisë. Në dhomën e ditës është edhe televizori, i cili është i vendosur në një komodinë të thjeshtë, prapas së cilës muri është i veshur me qeramika me ngjyrë të zezë e me një dizajn të veçantë. Në dhomën e ditës është i vendosur edhe kamini, i cili padyshim në këtë ambient shumë familjar dhe modern gjatë stinës së dimrit krijon një atmosferë mjaft të ngrohtë dhe të këndshme. Ky abazhur, i cili është prodhim turk, i shton edhe më shumë bukurinë këtij ambienti relaksues. Po ashtu në këtë hapësirë gjendet edhe kuzhina, e cila po ashtu është prodhim italian. Për të mos u larguar nga i gjithë dizajni i shtëpisë, pronari ka vendosur që edhe kjo kuzhinë digjitale të ketë ngjyra të bardhë dhe zi. Edhe trapezaria, e cila është e vendosur në një hapësirë ku ka ndriçim të mjaftueshëm dhe ka dalje në terracë, është e të njëjtit stil sikurse të gjitha pjesët përbërëse të dhomës së ditës. Në kuadër të kësaj shtëpie janë 4 banjo, të cilat janë të mbuluara me pllaka të prodhuara në Spanjë. Edhe këtu vërehet që pronari me shumë kujdes ka ruajtur stilin dhe ngjyrat që ka përdorur në secilin ambient të shtëpisë. Banjot e kësaj shtëpie janë të pajisura me jacuzzi.
ndërsa tani do të vazhdojmë për të parë se si duken dhomat e fjeqjes në këtë shtëpi. Me një mobilim të thjeshtë dhe as pak të ngarkuar, dhomat e fjeqjes në shtëpinë e Osman Maliqit janë të përshtatshme dhe krijojnë një atmosferë mjaft të mirë për pushim. Kjo shtëpi ka 5 dhoma të fjeqjes. Në katin më të lartë të shtëpisë ka edhe një kuzhinë verore e cila zakonisht shfrytëzohet në rast të festash. Kësaj kuzhine i kanë bashkangjitur edhe këtë terasë të madhe nga ku xhilani mund të shihet si në pëllëm të dorës. Kjo ishte shtëpia e Osman Maliqit nga Xhilani e ju shikues të reportazhit Ma Pikturo ëndrrën. Propozimet për shtëpitë e bukura kudo në Kosovë mund t'i bëni në faqen tonë në Facebook, Shtëpitë e bukura të Kosovës, Vizë RTV 21.